Ne ato i hedhim për atmosferë, është atmosferë dhe në çdo klub gjëna për atmosferë. Për atmosferë pra. Amo ju letrat e banjës. Po s'ka më tjera. Jo letrat, nuk ka lidhje me letrat e banjës. Jo, një sekond. Nuk ka lidhje letrat e banjës, ishin banjës apo jo, sepse ishin thjesht të ndara. E dikur do ishte ashtu siç thua ti dhe ke shumë të drejtë, edhe në futboll, se unë jam tifoz i futbollit. Mirë që vetëm këtë pjesë. Ha? Mirë që vetëm këtë pjesë. Dhe në futboll ku shkohet, nëse do të injorosh ekipin, do ta gjuash, po do ta gjuash bashk. Top. E di edhe hedh topin kështu. Tani un topin po ta kisha edhe ashtu, marrë për mua, do të vishin bështynit, mua ansurat, edhe mua do të vite top për këtë gjë që do kisha bërë. Por, veprimi im është që i bëj ato fije për të bërë atmosferën për t'i hedhë, se ne kështu e kemi në Tironësit. Tani vlla, këtë gjë, nëse ti e pas ke marrë se ti jeni pis me letra banjësh, ne me letrat e banjove këtu vlla jemi fshi ku kemi hangër bukë. Dhe ne këto letra kemi këtu se s'kemi letra tjera. Këtë gjë, mos harro, e kam bërë, do ta them me këtë gjë. Këtë gjë e kam bërë edhe me Stelinin, kur ka ardhur DJ, kemi pas party dhe i kemi hedhë. Tani pse atëri që ka keq, tani është mirë, ose atëri ishte mirë, tani është keq. Prandaj Gimbo, mos e përdor këtë gjë se nuk do kem të përdor, unë të pyeta. Të përgjigja, janë rregull? Unë se persone kur të merresh vetëm me punën e kuta farmabeti. Mirë, atëri u sjarove për këtë gjë. Kryesht me këtë punë. Unë se më thënë këtë, ta sjarove këtë. Dole burt pyesën e tani. Po më the për të mor, veprimin atit. Po, është atje njëjti kategorimi. Ja, që mi mori facoletat, që i hodhi dhe i, ato. Sepse mi mori nga dora, dha nuk kam çat bëj. Unë i mora për vete me i hedh gjithë. Ai tha bjeri dhe mund t'i hedhun. Ta gjithë çiti them unë atit. Po vlla, gjithsecili këtu mban përgjegjësi për veprimet e veta dhe një sekond. Veprimi atit për facoletat shko dhe seroje me atë. Veprimi im për ato facoletat është veprimi im dhe tu sjarova ta është përgjigje vlla. S'ta kam edhe fare për keq, ta kam edhe për atmosferë. Gëm tash pyesë. Vazhdo. Dalim përderisa je Rogerti e supozon që atë farë teorinë e vetë edhe jo Ela që vjen ajo këshyret me ty, ti këshyresh me to. Nëse ti është nënën e kundërt mirë, pse nuk kundërshton? Pse nuk e kundërshton Rogertin? Pse nuk e kundërshton ju Ela? Po. Tani. Cila është arsyeja? Ato japi përgjigje. Po. Arsyeja është një dhe vetëm. Që në ditën 1 në këtë Big Brother, unë jam akuzuar për të tana gjonat mos t'i vetë ashtë t'i filloj nga fillimi se lodhem kopë. Për të tana gjërat. Se nuk i ke këput mirë. Ola, a do më një gjosh më bu? Unë i di që ma pak pjosh të mirë e di që shke ladhë. Po, fol. Ama minë, që ose do më dë presë që vurë të... Po, fol të ashti. Të ashti fol. Po, pa tjetër, ato po them, po mos në pritë. Që nga dita 1, përse po t'jap argument, që nga dita 1, unë jam akuzuar të kjo shtëpi për të tana gjonat që mos t'i vej. Dhe jam munduar në fillimet e mia për të kthyer përgjigje, o vlla këtu nuk kthen dot përgjigje se nuk duan, se e përdorin për lojë. Në momentin që më jam pyetur për gjërat shumë të rëndësishme nga njerëz që i intereson përgjigja dhe që më intereson dhe mua përgjigja që të kuptohet situata, unë e kam dhënë shpjegimin tim. Ama të gjitha komentet e tjera se çfarë thon dynjaja këtu në këtë shtëpi, nuk më intereson fare të flasin që thonë çfarë duan se unë zotëri nuk kam ardhur këtu të merrem me komentet e banorëve, sepse komentet e banorëve janë për lojë, jemi në lojë.